Artisti më i dashur shqiptar, koncerti më i madh ndonjëherë i realizuar, natën e mbrëmshme ndodhi në Prishtinë. Alban Skënderaj ishte pjesë e një emocioni të veçantë, e një kënaqësie që vetëm ai diti t'i fal me shpirtin e tij fisnik në këtë koncert madhor që ndodhi natën e mbrëmshme. Pjesë e këtij koncerti me patjetër që do të ishte edhe bashkëudhëtarja e jetës së tij, artistja e nderuar Miriam Cani. Miriami dhe Albani nuk njihen për skandale, nuk është se kanë bërë skandale ndonjëherë për të qenë në qendër të vëmendjes, ato gjithmonë i kanë dhuruar emocione, i kanë dhuruar dashuri publikut dhe kjo dashuria e sinqertë e tyre dhe e vërtet i bëri ato që të jenë sa më afatgjatë dhe të sjellin art të mrekullueshëm në skenë. Domethënë Albani nuk ka nevojë për të bërë lajme showbizi për t'u klikuar. Një këngë e Albanit është klikim. Rëndësi ka vetëm emri Alban Skënderaj dhe mbaron gjithçka në këtë mes. Ajo që në fakt tërhoqi mbrëm vëmendjen dhe ngriti brohoritjet e publikut ishte se a do të bëjnë edhe një fëmijë Albani dhe Miriami. Në fakt, Miriami ishte në një pikë pyetje sepse normalisht fëmia do kohën e saj, do momentet e tij dhe është lodhje psiqike për një artist, edhe pse është dashuria më e bukur, por është lodhje psiqike sepse e largon nga të qenurit e famshme dhe Miriami këtë gjën po dëshiron që të arrijë famën e saj dhe të ndjekën ëndrrën siç dëshiron Albani, por Albani dëshiron që të ketë edhe një fëmijë, por Miriami tha që nuk është koha tani për ta bërë edhe një fëmijë. Mendoj që këto mesazhet e para që bëhen publikisht janë mesazhe që ndoshta çifti do të sjellën së shpejti edhe një fëmijë. Unë uroj me zemër që Albani dhe Miriami të bëhen prindër edhe të një fëmije tjetër për të shijuar atë emocionin e bukur dhe për të na dhuruar edhe ne këtë emocionin e tyre. Albani mbrëm në disa raste u përlot dhe vërtet e shijoi pafund atë bukuri që i fali ajo skenë e bukur në Kosovë dhe i dhuroi emocionet papara. Dua të marr mendimin tuaj, a mendoni që do të bëhen edhe një herë prindër apo ka një diçka që po fshihet mes Albanit dhe Miriamit?